shtetase kujna je, thash jam shtetase e Republikës Kosovës. Ku ke punu? Në Këshill për Financim. Tha, ku e ki të Republikës Kosovës? Ku e ki të atë Republikë? Thash, atë Republikë, une kam e pas kësmet, kanë torturu qatë që ranë, sa që janë mundu me mi prish organet që theshin mos trind kur terrorista kjo ma. A e beso, kjo në autobusëm ka sill, në kukë, sajde me pëndrek, edhe më bajke. O që është Republika Kosovë, a pëdënë Republikën e Kosovës. Sa të që e tha në pavilion të kalzën e ty. Nadica. Fillun bombardimet, a e beso që e këmbo vetën dhe këtë isha në bombarduft burgu, veç që ta në ti mytë. Mu më kanë trajtu si ushtarët ushtërisë shërimtarët Kosovës, këta kanë qendje një krejt për utime që unë i kam ba për armatim që kam bajt. Unë thash, edhe ma herët, i vetëmi rast, ka qenë rasti kur kam shku në bish pashtrikut, vetëm këtë rast nuk e kanë ditë. Edhe më kanë torturu regullisht. Kur jem dënu në gjyq, 2 herë më kanë qunë në Prishtinë gjyq, herën e parë nuk është maj gjyqi se i kishin haru qelësat e prangav, edhe me të ndur të lidhë, edhe me dur të lidhë nuk qesin para gjykate, u shty gjyqi për herën tjetër. Me 25 dhëtor jam dënu, atë ditë, kur më kanë qu para gjyqi, kjo ka qenë prezent aty, kur jem dënu une, më kanë qu me makinë kur jem shku, u vejshan robat kostum edhe robat që i kishat mija. Trugës qysh jam arrestu, e kam pas një kostum tjorgovant, me kolare, me krejtë. Edhe jem dalë para gjyqi, kur më kanë pytë shtetase kuna je, kjo kanë dëgju mirë ato, ku kam punu, Këshill për Financim, të Republikës Kosovës edhe i zha. Aty në ju ardhë mërzi, e kapi, ka qenë prezent agja jem, që tash sështë në jetë, Uk Podrim Qaku, e kam pas avokatin Ahmed Gjinovcin, që kjo edhe sot të unë jam e befasune që është qilë, edhe ju ka drejtu agjes tem edhe avokatit, e kujtë është kjo vajzë polici, ko ka shumë e ashpër. Edhe shtetase kujna je, thash jam shtetase e Republikës Kosovës. Ku ke punu? Në Këshill për Financim. Tha, ku e ki të Republikës Kosovës? Ku e ki të atë Republikë? Thash, atë Republikë, une kam e pas kësmet, edhe në jetën time jam njeriu më i lumtur që për herë të parë, pagën e parë kur e ka marrë prej shtetit të Republikës Kosovës, institucionit Republikës Kosovës. Danica Marković ka qenë i femën gjyqtare aty dhe prokurore serbe. Jam dalë në gjyq për një ditë me agrën Ramadanin. Edhe agroni e ka dhanë intervistën serbisht, ka qenë edhe në gjyq edhe Liria Osmanin, e kum pas afer avukatën. Edhe Liria, se e ka angazhu Këshilli për mbrojtjen e drejtave, në kodër të Këshillit Lirien. Edhe mas 7 dite që u arrestuva, kur më kanë qu të gjyqtarja të që kjo Danica Marković, mas 7 dite, se ka tentu edhe Kryqi Kuq, me hy, po nuk e kanë leju. Për me pa gjendjen tem, këta nuk e kanë leju për shkak që kam qenë e torturume, rand, kur më qëj, unë kam qenë e ajne. Nuk kam ujtë me qëndru në korrik. Aja të më pytë, Liria më këqyrke, edhe kur më pa në gjendje, më tha, atë kanë dhënu? Thash ju. Tha, nuk po më tregon. Thash ju, nuk më kanë dhënu ani qka, thash më kanë rej me drum.
Tha qysh s'kan rej kështu, se shike që s'mu isha më ullë në tavolinë. Thash më kanë detyrum inspektort në qitë durët në tavolinë. Thash edhe kanë torturu qatë që ranë, sa që janë mundu me mi prish organet që theshin mos trind kur terrorista kjo ma. Ma 7 dite që u pranuva. Edhe torturat prej Nadicës edhe Slogjanës deri sa shkuva në Prishtinë. Edhe kur më pa në gjendje liria, ish kurështartike, kategorik të ka ndënu, pas pa më të regon. I pikën lëtë kësajde. Ja nisi po qanë, unë e hiqë. Veç e këqësha. Edhe prapëm ju drejtua sajna, foli me atë prokuroren, e kom kry intervjisen atë, prapëm ka këty më bërë Klipjanit. A ditë në gjyq, vetëm pse jam prezentu, kështu? Edhe Agron Ramadani, kur e pytën, tha, në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, tha, më ka ky zarja. Edhe po më thët liria, tha, po ta rëndëna këtë akuzën. Tha, falë, tha, ngritu, ki drejta me kundërshtu, thash, jo, nuk e kundërshtoj, thash, se e kam vlla. Thash, edhe Agroni është i martun, jam gjendje, nëse unë e vuja, thash, unë e boj edhe burgun për Agronin, thash, se ky ka fëmi, unë e kurafsha më së vrafsha, me shprejhe në bacës adem. Kështu ja hëmba. Sot është njët liria, mundet me tregu vetë në gjarjen. Kështu që kër i përfundoj gjyqi, ka im shku me autobus. Në autobus ka qenë krejt zyrtar policur, edhe unë jam ullë në fund. A e beso, kjo në autobus më ka sill, në kukë, sajde me pëndrek, edhe më bajke, o që është Republika Kosovë, a pe në Republikën e Kosovës. Sa të qoj tha në pavilion të kalzënit. Nadica. Prapë, kur më kanë qupe i gjyqit, prapë më kanë torturu bashkë me Slogjanën edhe Biljana. 4 vite u dënuva. Edhe shkalla parë, edhe shkalla dytë, Agronit ja heqen, edhe një pjesë mu as një ditë. Kështu që fillun bombardimet, a e beso që këmë bo vetën, dhe këtë isha në bombarduft burgu, veç që tanetim.